8%. Po gjyshta që kjo për tyja? 14. Se me i pas vendosë 47%, i dhuj ka marrë pa 4%. 48% numrume, 48.6 i ka, 21.7 i ka PTK-ja. I bie shkurt, kjo rezultati shkurtit. Këtë rezultati shkurtit. Ata ka më tankon, do të thonë mirë rezultat. Ti e ke thënë tankon edhe pa u numru. Jo durën zemër, nuk e kom prit që mundet me radhë te rezultati shkurt. Jo, nuk e kom prit. Kom prit që VV mund me kon malat. Mund me kon malat me diasporën, po jo me radhë rezultat shkurtit. Domethënë gradualisht unë mendoj që rezultati shkurtit ka qenë një rezultat goxha normal i zgjedhjeve. Asaj këto matematika që u bën, fajsoj njërin, fajsoj tjetrin, u ndryshu komplet skena politike. Dhe tash gradualisht po duket që po vjen 45%, e ka lënë. Çuçi ka lënë tash? Po, kena kanë minin në votat diasporë. Po tash me diasporë po flasim vjetë. Ai marrin 65%. Tash ti 3%. Nalo veç pak. Ai merr 65%. Po 65 mi marrë te 45%. Ajo nisën në më nivo. Sa deputet Po nuk numërohen këta. me 45%, 49%. E hapet flet votimi. Se mbarë në mënyrë tregota jo. A e din sa numri i madh i flet votime diasporës që nuk numërohen hiç për shkak se nuk janë plotësuar. Normal. Me cili është rezultati minimalisht që del i kënaqur 45% edhe ka formuar qeverinë vet. Po presidenti është Qeverinë e formon Shala, po presidentin, vazhdojmë për presidentin e presidentit. Presidenti ka dhënë 3 propozime